E keni parasysh atë ndjesin kur merrni një shërbim vërtet të mirë, ato që ju bën të thoni, wow, por çfarë e kthen një shërbim nga thjesht i mirë në diçka vërtet paharrueshme. Pikërisht këtë do të zbërthejmë sot. Do të shohim hap pas hapi se si detajet e vogla krijojnë një përvojë të jashtëzakonshme për klientin. Mirë, ky është udhërrëfyesi ynë. Do të ndjekim të gjithë rrugëtimin e klientit që nga përgatitja para se të hapet dera te ato sekondat e para vendimtare. Pastaj, te arti i marrjes së porosisë, shpejtësia e shërbimit, mbyllja elegante dhe sigurisht standardi profesional që mban gjithçka në kohë. Dhe kjo na sjell te pyetja kryesore. Çfarë ndan një shërbim të mirë nga një shërbim i shkëlqyer? Përgjigja nuk është vetëm një gjë, është një kombinim perfekt i saktësisë, profesionalizmit dhe aftësisë për të kuptuar se çfarë do klienti, ndonjëherë edhe para se ta thotë vetë. Le të hyjmë më thellë. Okej, le të fillojmë nga fillimi. Pjesa e parë, përgatitja për sukses. Shumë kush mendon se shërbimi fillon kur klienti hyn brenda. Jo tamam. Përvoja e shkëlqyer fillon shumë më herët, në heshtje. Mënyra se si përgatitemi në mëngjes përcakton nëse dita do të jetë një sukses apo një kaos total. Shikojeni pak këtë listë. Mund të duken si detaje të vogla apo jo, por mendoheni pak. Stacione të gatshme do të thotë shpejtësi. Menu të pastra tregojnë respekt. Sistemet që funksionojnë shmangin nervozizmin në fund dhe të dish specialitetet të bën të dukesh si ekspert. Këto nuk janë thjesht detyra. Janë mburoja jonë kundër çdo problemi. Pra jemi përgatitur, tani. Hapet dera. Këtu fillon shfaqja e vërtet. Pjesa e dytë, përshtypja e parë. Ato pak sekondat para vendosin tonin për gjithçka që do të ndodhë më pas. Dhe siç e dim të gjithë, nuk ka një shans të dytë për të lënë një përshtypje të parë të mirë. Dhe ja ku kemi një numër magjik, 30 sekonda. Ky është standardi i artë për të përshëndetur çdo klient që nga momenti kur hyn brenda. Ky nuk është një sugjerim, është një rregull i panegociueshëm. Shpejtësia këtu tregon vëmendje dhe respekt. Po si e bëjmë këtë përshëndetje perfekte? Ka një formulë dhe është çuditërisht e thjeshtë. 4 element: një buzëqeshje e sinqertë, një përshëndetje e qartë, menuja me një herë në dorë dhe një përmendje e shkurtër e specialiteteve të ditës. Kaq. Këto veprime të vogla dërgojnë një mesazh të madh, të pam dhe jemi të lumtur që je këtu. Pasi klienti ndihet i mirëpritur, vjen momenti kyç, porosia. Kjo është pjesa e tretë, arti i porosisë. Dhe këtu ne nuk jemi thjesht kamerier, bëhemi këshilltar ekspert. Do flasim për upselling, por harroni çdo gjë negative që keni dëgjuar. Ky është upselling si formë shërbimi, jo si taktik shitjeje. Pra, çfarë është saktësisht upselling, kur bëhet siç duhet? Është thjesht arti i të sugjeruarit diçka që do ta bëj vaktin e klientit edhe më të shijshëm, edhe më të plotë. Çelësi është ky. Fokusi nuk është te rritja e faturës, por te rritja e kënaqësisë. Nëse ata largohen më të lumtur, atëherë puna është bërë siç duhet. Ky krahasim e tregon gjithçka. Mentaliteti i gabuar fokusohet vetëm te rritja e çmimit, ndërsa qasja e duhur, ajo profesionale, fokusohet te rritja e vlerës. Ky ndryshim i vogël në mendësi bën një diferencë të jashtëzakonshme mes një propozimi bezdisës dhe një këshille të mirëpritur. Le të bëhemi konkret. Shembulli i parë. Dëshironi t'i shtojmë pak cheese sos patateve për vetëm plus 20 lek? Pse funksionon kjo? Sepse është një po shumë e lehtë për t'u thënë. Një kosto fare e vogël për një kënaqësi më të madhe. Është një ofertë, jo një presion. Shembulli i dytë. Si e dëshironi pijen? Pepsi normal apo zero? Kjo teknikë është edhe më elegante. Ofron një zgjedhje mes një opsioni standard dhe një alternative. Ndjehet si një pyetje për preferencën personale, jo si një përpjekje për të shitur diçka më shtrenjtë. Dhe shembulli i fundit, ai klasik. Ata bëjmë mill me një limonadë freskuese për vetëm plus 100 lek. Kjo funksionon sepse u jep njerëzve një zgjidhje të plotë dhe të leverdishme. E kthen një porosi të thjesht në një vakt të plot dhe një përvojë më të mirë. Mirë, porosia u mor. Tani çfarë? Tani fillon gara kundër orës. Kjo na sjell te pjesa e katërt, shërbimi me saktësi. Këtu fjalët e bukura nuk mjaftojnë. Tani ka rëndësi ekzekutimi, i shpejt dhe pa gabime. Çdo sekond ka vlerë. Dhe këto nuk janë shifra të rastësishme, janë objektiva tona. Pijet brenda 2 minutave. Ushqimi kryesor brenda 5 deri në 8 minuta.
Këto metrika janë çelësi për të menaxhuar pritshmëritë e klientëve dhe për të treguar se sa efikas jemi. Kur dorëzoni ushqimin, mos e vendosni thjesht në tavolinë. Përdorni këtë formulë. Ja dhe burgeri me qep të karamelizuara. Mos e duhet në një pecet apo diçka tjetër? Pse? Sepse konfirmon porosinë dhe, akoma më e rëndësishme, parashikon nevojat e tyre të ardhshme. Kjo është vëmendje proaktive. Vakti ka mbaruar, por përvoja jon, jo. Kjo është pjesa e 5, mbyllja e përvojës. Kujtimi i fundit që klienti merr me vete është shpesh ai që mbetet më gjatë. Në përfundim i dobët, mund të prish gjithë punën e mirë që kemi bërë deri tani. Edhe këtu kemi një standard të qartë. Procesi i pagesës nuk duhet të kalojë kurrë 2-3 minuta. Askujt nuk i pëlqen të pres gjatë për të paguar pas një vakti të mirë. Një vonesë këtu mund të prish shumë lehtë gjithë përvojën pozitive. Dhe si e lëm ato përshtypje të fundit të paharrueshme, me 4 hapa fare të thjeshtë. Një faleminderit i sinqert, një buskeshje gjatë daljes, një ftesë e hapur si ju presim sërish dhe ndoshta edhe një kujtesë e vogël për ofertën e ditës së nesërme. Këto veprime e kthejnë një transakcion të thjeshtë në një marrëdhënie. Dhe së fundi, arrim te themeli i gjithçkaje. Pjesa e 6, standardi profesional. Këtu fokusi zhvendoset te ne, te përgjegjësitë tona individuale që mbështesin të gjithë këtë sistem të shkëlqyer shërbimi. Këto janë rregullat e arta, të panegociueshme, të jesh gjithmonë i sjellshëm dhe i qetë, edhe kur është e vështirë, të shmangësh bisedat personale para klientëve, të mbash një uniform të pastër dhe të respektosh pa kompromis çdo rregull higjiene. Këto nuk janë sugjerime, janë standarde absolute. Po si e dim nëse po ja dalim ban, duke matur? Suksesi matet në 3 fusha kryesore: sa shpejt shërbejmë, sa vlerë shtojmë me sugjerimet tona dhe më e rëndësishmja, sa të lumtur janë klientët. Këto nuk janë thjesht numra, por një pasqyrë e qartë e performancës sonë. Dhe kështu, pasi kemi zbërthyer çdo hap, pyetja mbetet: a jemi gati ta zotërojmë këtë art? Sepse shërbimi i shkëlqyer nuk ndodh rastësisht. Ai ndërtohet me kujdes, ndërtohet me përgatitje, me saktësi dhe me një dëshirë të vërtetë për t'i dhënë vlerë çdo klienti që na nderon me praninë e tij.